prisni kapitulli tjetër është absolutisht po kaq, në mos më shumë. Tani ai është midis dy zgjedhjeve. Do të dorëzoj lindën, Belindën apo lindën. Lindën apo Belindën. E garantoj se drejtësisht nuk do i shpëtoj njëri. Por për ta mbyllur, disa pyetje. Vetëm disa pyetje. A ke djeniti? Dhe çfarë djenish ke? Çfarë qëndrimi ke majtë ti ndaj dy pengmarrjeve nga bashkëpunëtori yt me ngushtë Ergyll Sagasi, Geron Meçes dhe Daniel Shinës. A ke djeniti që bashkëshortja juaj, sipas regjistrimeve të depozituara në SPAK, ka bërë ndërhyrje direkte në përcaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë, në kofshtin tënë privat, për Armand Frangu. A ke djeni ti se nga një biznismen mediokër me angazhimin direkt të familjes tuaj, Frangu ushtrua në fituesin kryesor të tendrave, ai me kompani, me prestonome dhe me ortak falso, thuhet se mund këtë rëmbyë 96% të gjitha tendrave. A ke djeni ti për grabitjen mes rrugës të Daniel Shinës, a ke djeni ti për dhunën që ushtuan ai Geron Meçes për të tërheqë të gjithë kërkesat në mënyrë që Baxhanaku yt të fitonte tendrin? Pse të dy pengjet, Geron Meçe dhe Daniel Shima, u dërguan të krye kriminali i Elbasanit dhe kreu i kartelit të rrezikshëm të drogës Suel Çela? Cili është roli i prodës së bandave në këto grabitje? Ky është shteti i krimit. Do përballesh me të gjithë zemrimin e qytetarëve. Data 22 është fillimi i një betejës të cilën do ta fitojnë qytetarët. Kjo ngërhinë e kalbur e ngritur mbi vjedhën e shqiptarëve, mbi drogën, krimin, po shpërbëhet dhe ne do japim shtytin e fundit. Kjo ngërhinë e kalbur nuk ka më të ardhme. Pritet vetëm guximi ynë për të arkivuar në honët e turpit të historisë. Kjo është e vërteta. Nuk ndodh. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Jo, ne kemi dhënë shembull kur ne nuk kemi bërë përpjekjen më të vogël. Kur ne ishim në pushtet, zëvendës kryeministri për këta
çakej që dalin në studio dhe mohojnë çdo gjë dhe mbrojnë problemet e tyre me skapin. Zëvendës kryemisi dha dorëheqjen pa ardhur nga prokuroria kërkesa. Pa ardhur. E 14 janar Ilir Meta. Bazuar në një dokument të manipuluar dhe falsifikuar funde kryer nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. Ministrat dorëzuan imunitetin, dhanë dorëheqje. Këto ishin standardet e një vendi demokratik. Kurse ky lënd kuptohet se nuk ka nërmend, do bëj një studim të thelluar tani, si udhëheqësi i reformë drejtësisë. Edhe populli do bëj një reagim të thelluar, i them unë. Ndaj dhe përballur me popullit. Faleminderit.